Dashur shikues të transferimet dhe të podcastit Lojtari 12, ju prezantojmë me quizin DEA World Cup Challenge për hir të botrorit që është si gjithmonë shumë emocionues. Kena 10 kandidat që do të shtyhen për 500 euro kush fiton. Quizi është shumë i thjeshtë, është me duele një kundër një. Raundi i parë përmban 3 pyetje me alternativa A, B, C, D. Raundi i dytë përmban 3 pyetje pa alternativa, e din se din, dhe raundi i tretë është kundërshtarët me gjetë foton e cili lojtar e ka në ball. Kuptohet, pjesa e parë ka 3 pikë, pjesa e dytë 4 pikë pak më vështirë dhe pjesa e tretë është me 8 pikë. 3 finalistat që shkojnë në fund do të ballafaqohen mes veti në sheshin Zaher Pajaziti te Prishtina Football Fest. Kështu që shohim ç'po shkon. Dueli i parë është mes Nexhat Morina dhe Endrit Bashota. Nexhat, përshëndetje. Përshëndetje. A je gati për quizin? Po. A je farmarakli i botrorit? Po, jam. A shkojmë? Shkojmë. Për fillim Nexhat i ki 3 pyetje me alternativa. Për çdo pyetje i ki 20 sekonda kohë. Dhe çdo pyetje saktë i ka 3 pikë. Po. Gjithçka e qartë? Kur do më përgjigj, thu përgjigjja e fundit është. Kaq e thjeshtë. Pyetja e parë. Kush ishte golashnuesi më i mirë i botrorit 2006? A. Ronaldo, B. Miroslav Klose, C. Luka Toni, D. Thierry Henry. Koha jote fillon tash. Në na. Në A. Ronaldo. Po. Përgjigjja e fundit. Po, e fundit. Përgjigje pa saktë, fatkeqësisht. Klose është i pari me 5 gole, Ronaldo ka pas 3. Ku e pyetjen e dytë, ka dale. Në sa kampionate botërore ka luajtur Ronaldinho? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. 20 sekonda, ko ka dale. Në 3. Në 3. Po. Cilat janë ato? Kampionatin që dhe... Cilat po thu ka marrë pjesë? Cilat dhe kampionata? Po, cilat të përmenja? 2000 sa? 2006. Tjetër? 2010. 8. Fatkeqësisht ka vjen, veç në 2 ka marrë pjesë, veç 2002 dhe 2006. 2006. 2010 nëse kanë marrë. S'ka lidhje. Pyetja e tretë, në cilën fazë të botrorit u eliminu Argentina në 2002? A. Raundi i 16, B. Faza e grupeve, C. Çerk finale edhe D. Gjysmë finale. Koha jote fillon tash. C. Çerk finale. Po. Fatkeqësisht ka bën raundin e grupeve ka ra. Po. Në atë kohë sepse në çerk finale ka ra 98-ën. Kemë 3 pyetje tjera. Shumë me qetësi. Okej. Do më thonë tash nuk i alternativa, veç ki me gjetë përgjigje. Përgjigje. Shkojmë. Pyetja e parë. Kush ishte portieri startues për Holandën në finalen e botrorit 2010 kundër Spanjës? I ki 20 sekonda nga tash. Ne, nuk e di. Nuk e din? Jo. Me menu pak jela sekonda. Jo. Sëman mena? Sëman. Okej, Stekelenburg. Allora. Pyetja e dytë, po alternativa për Nexhatin është: kush ishte trajneri i Portugalisë në botrorin 2006? Portugalisë. Jose Mourinho. Portugalisë, kujdes. Portugalisë. Nuk po. O kon kampion bote me Brazilin 2002-ën. Yes. Nuk e din? Nuk po. As në menim tjetër 3 sekonda? Yes. Nuk e din. Skolari. Te. Ta kena një që është pak ma rishtas. Pyetja e tretë, po alternativa. Kush asistoi golin e fitores në finalen e 2014 Gjermania-Argentinë? Asisti. Po. Golin e ka shënu Götze. Asistin. Miroslav Klose. Jo, i ki edhe 5 sekonda. Nuk. Shërla. Shërla. Në gjatë raundi i tretë ki mu shty me kundërshtarin tënë me gjithë lojtarin e ballë. Kështu që gjithçka është hapur ala. Shohim çfarë po ndodh. Shkojmë. Shkojna me Endritin. Endrit, ai e fare tifoz i futbollit. Po mbaj e këshyrë prej kampionatit botror 2002. Vi botrojnë apo këtë? E këshyrë krejt po. Për 2002. Po. Okej. A je gati për quizin? Gati. Formati mësoj e din, i ki 3 raunde me ka 3 pyetje, pastaj raundi i fundit është më spektakolari. Ndrit i ki 20 sekonda kohë për pyetje, veç apo i gati minutazhin, ndjes, edhe shkojmë. E din, nuk e din, edhe jena gati. Okej. Më thonë, tu përgjigja e fundit është gjithmonë. Ajo. Kur je gati, jam gati edhe unë. Shkojmë me pyetjen e parë. Kush ishte golashnuesi më i mirë i botrorit 2014? A. Leo Messi, B. Neymar,
C. James Rodriguez, D. Luis Suarez, koha fillon tash. A mi tregon opsione edhe herë? Messi, Neymar, Rodriguez, Suarez. Messi. Përgjigjja përfundimtare është Messi. Gabim, James me 6 golla. Shkojmë pyetjen e dytë. Pyetja e dytë është: në sa kampionate botërore ka luajtur Zinedine Zidane? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Koha fillon tash. 20 sekonda. Në 2. 2. Fatkeqësisht në 3. 98, 2002, 2006. Po më nuk s'ka lunë 2002 të nesër. Po s'ki faj se unë Franca dëpt. Pyetja e tretë. Okej, shkojmë. Pyetja e tretë është: në cilën fazë të botrorit u eliminua Anglia në 2002? A. Faza e grupeve, B. Gjysmëfinale, C. Round of 16, D. Çeyrkfinale. Koha fillon tash. U eliminu për Brazilit. Se më sigur çfarë 10 sekonda ko. finale. Në gjysmë finale. Fatkeqësisht çeyrkfinale. Kundër Brazilit po në çeyrkfinale. Brazilit në gjysmëfinale kanë poshtë Turqinë, e masën e ka shkuar në finale me Në Gjermani. Shkojmë me raundin e dytë, që është me pyetje pa alternativa, që ka dalë këmina edhe këto. Pyetja e parë e raundit të dytë për ndritin është: kush ishte portieri startues për Brazilin në finalen e botrorit 2002 kundër Gjermanisë? Koha fillon tash. 20 sekonda. 2002 tha ke këshyrë. E kam këshyrë për tjerën, po më nëj Dida, po e kon herët, atëherë se dia kon Dida, që me sigurt. Veç tu përgjigja me fund, ki 5 sekonda ku. Dida. Jo, ka qenë Marcus. Dida u kon i ftum, po nuk ka qenë në atë ndeshje. Pyetja e dytë: kush ishte trajneri i Spanjës në botrorin 2006? Koha fillon tash. Del Bosque. 10 sekonda. Jo, ka qenë Aragones. Mas sa më njëherë ka ardhur Del Bosque. Pyetja e fundit për raundin e dytë është: kush asistoi golin e fitores në finalen e 2010 Spanja-Holand? Koha fillon tash. Ai ka asistuar Cesc Fabregas. Bravo, Në e saktë. 116 minutë. Me Iniesta, po. A e gati për raundin e fundit me foto? Po. Shkojmë. A është lojtar aktiv? Po. Mos është Ta shonë kom. A është kampion botë litorian? Po. po. Okay. Ardha në gjatë? Për cilën shtet a Alun për shtë shtet, për shembull. a lu për shtetin e Gjermanisë? Po. A lunë për Spanjën? Litorian? Po. Për cilën ekip lun? Alun për ekipin. A lun për ekipin e Gjermanisë në ndonjë Jo, nuk lunë Gjermani. A është sulmues? po. A është kjo edhe kjo sulmues? Po, sulmues është. Sulmues, kampion botë. A është aktiva jo? Jo. Jo. Okej. Ashtë. Po. Tash të di që Çka dush për? Pyeti çfarë? është aktiv në Po, aktiv është. s'po di çfarë pyetje kështu. A ka lu për Barcelonën? Po. Okej. Ka lu për Bayern Munich? Po, ka lu të Bayern. A ka lujt për Atletico Madrid? Po. Jemi te pyetja 7. Keni 4 pyetje, 4 mundësi. Ka lu për
Për Schalken, Me sa di jo. Jo. A ka pas numrin 7? po. Pyetja 8. O trajti. A ka pas numrin 10? Jo. A ka shku në Amerikë masi u largu për Ispanës? Po. Po. Keni jo 2 pyetje, 2 mundësi, 2 emra. Po. Po në keni çfarë 2? Kur ne ka pas trajner, ta shkulluna. Po jo. Ashtë aktiv? Pyetova më herët, ama po. Po. Po, aktiv është. Ka prej. Okej. Po provoj për qëlloj, a është David Villa? David Villa është. E kjo një mundësinë që ti për tonë. Milleri. Saktë ti. Dy ti keni gjellu. Dueli parë mes Nexhatit dhe Endritit mbyllur me fitoren e Endritit. Pyetjet në parem kanë gabu, po loja me foto e boni dallimin, kështu që kora tjetër shohim. Jena me duelin e dytë të DEA World Cup Challenge, ku tash dueli i radhës është Eran Thaçi me Adhurim Bylykbashi. Ran, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. A je par tifoz i futbollit? Po janë Me ka një kështu tifoz i klubeve? me Borçë. Me shteta këshyres? Kështu tash edhe boturin për cjellin normal Okej. me Argentinën. Me Argentinën? Von pas ke njëri për futboll. Mjaftueshëm, ha? A Besoj je se gati po. për quiz? Gati. Me qëtësi, do më thonë, e ki tri fazat të Okej. pyetjeve. Faza e parë ki 3 pyetje me alternativa, A, B, C, D, ki 20 sekonda për më përgjigj, ka 3 pikë. Drejto. Faza e dytë ki 3 pyetje pa alternativa, 4 pikë përgjigjja Drejto. saktë. Edhe faza e tretë është me gjetë lojtarin e kundërshtarit në ballë, më thonë. Ti e keni lojtar, a e ka një lojtar, kush e gjellon me 10 pyetje. E qartë? Okej. A e gati? Po. Hajde shkoj. Pyetja e parë për ty është: kundër cilit shtet e shënoi golin e parë në botror Leo Messi? A. Breku i Fildisht, B. Holanda, C. Nigeria, D. Serbia Montenegro. Koha fillon tash. Ka shënu me bregun e Fildisht. Golin e parë. Po. Gabim, goli i parë ka qenë kundër Serbisë dhe Montenegro. Ka dalë, mos u kut. Ki 20 sekonda, nuk ki nevojë më kutish. Pyetja e dytë. Në sa kampionate botrore ka luajtur Luis Nazario Ronaldo? Braziliani domethënë. Po. A 1, B 2, C 3, D 4. 20 sekonda tash. Qa ta më ramenja? Ka lujt në 2 ose në 3 kon. Tash, legjika pak që ka pas Po. ma shumë digolla në botror, Po. ki edhe 8 sekonda. Sa i dash me lyt? 2 apo 3? Tre. Përgjigja saktë është 3. Bravo. 18 sekonda, stop. Pyetja e tretë. Në cilën fazë të botrorit u eliminua Italia në 2010? A. Round of 16, Po. B. Faza e grupeve, C. Çerek finale, D. Gjysmëfinale, koha nis tash. Italia domethënë. Italia, 2010. 2010. Gjysmë finale. Gjysmëfinale po thu. Kur ka mbuj gjysmëfinale? Që di në çerek finale ka humbë penalla, Fazë grupeve ka u. pas grupe. Fatkeqësisht këtu 0 pikë. Tash i ki 3 pyetje pa alternativa domethënë. E çpak. Një. Shkurtë. Okej. Pa besoj çdo me ditë. Pyetja është: kush e eliminoi Anglinë në botrorin e 2010? 2010. Po. A 10 sekonda ko? Thuaj një shtet madh. Franca. Jo, fatkeqësisht jo, është Gjermania. Shkruaj me tjetrën. Pyetja e dytë. Kush ishte trajneri i Gjermanisë në botrorin 2006? 2006. Një ish futbollist i famshëm. 7 sekonda.
Jürgen Klopp. Jo. Klopp. Klinsmann. Pa problem. Ki edhe një. Që kjo është goxha vonë, domethënë. Okej. Pyetja e tretë, kush e shënoi golin e parë në finalen e 2018, finalja e botrorit France-Kroaci? Po. Kua fillon tash? Goli i parë. Ë, Çu shka i goli i parë? Finale. Po kam duket autogol. Autogol. Autogol, Bravo, po. bravo, sakt është. Okej. Tash faza e tretë është ki mushty me kundërshtarin me qellu fotën. E gati? Po. Shkojmë. Jena me duelin e dytë. Kena afër një person që besoj që jeni apo në podcast, adhurim, mirë se erdhe. Mirë se vjeta. A je farnjohës i Prandaj. futbollit? Pa ja moj vetit e se di. A je i botrorit më rëndësishme për quiz më koni botrorit? Edhe i botrorit, me naj dhe i dykun. Okej, a je gati për quizin? Pa, Regla pjeshta 3 raunde, 20 sekonda kohë, e raundi i tretë është me foto që besoj vesh keni. Okej. Adhurim, pyetja e parë për ty është: kundër cilit shtet e shënoi golin e parë në botror Cristiano Ronaldo? A. Angola, B. Iran, C. Meksik, D. South Korea. Koha fillon tash. Angola. Ka bim, Iran. Ka dole, kena pyetje sa dush. Po s'ke gjithë shtira edhe tjera. Black. Pra na u me ditë gate. Pyetja e dytë. Në sa kampionate botrore ka luajtur Miroslav Klose? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Koha fillon tash. Në 2002-ën, 6-ën, 10-ën, 14-ën, 4. E sakt, 4, po. Pyetja e tretë adhurim. Në cilën fazë të botrorit u eliminua Spanja në 2014? A. Faza e grupeve, B. Gjysmëfinale, C. Round of 16, D. Çeyrek-finale. Koha fillon tash. Çerek finale. Ka bim, fazë grupeve. Pa, Shkojmë me raundin e dytë të pyetjeve. Janë pa alternativa. Kur ti je gati? Po. Jena gati edhe na. po, hajde. Pyetja e parë raundit dytë për adhurimin është: kush e eliminoi Brazilin në botrorin e vitit 2010? Koha fillon tash. Franca. I ki 10 sekonda. Franca. Ka bim, Holanda. Pyetja e dytë. Hajde. Raundit të dytë. Kush ishte trajneri i Brazilit në botrorin 2006? Koha fillon tash. Trajneri i Brazilit në 2006-ën. Ki 20 sekonda. Skolari mdoket. Jo, Pareira. Skolari kon 2002. Pyetja e fundit, ka dale kjo pyetje. Pyetja e fundit e raundit të dytë është: Hajde. kush e shënoi golin e fundit në finalen e 2018 France-Kroaci? Ki parasysh goli i fundit që Po. i ndeshje. Francë, Kroacia, zot. Mbappéja, po tha. Se di. Për bes nuk e di. Mandzukic. Babe ka bu 4-1, Mandzukic 4-2. Gjithsesi shkojmë në raundin e fundit, që është në Hajde. foto. A është lojtar e Europës? Jo. A është lojtari i Amerikës? Jo. A është lojtar aktual? Jo. A kalun Premier League? Jo. A kalu në Amerikën Latine? Kalu. Lojtar aktiv për momentin? Jo. Jo. A ka lojtar në botror? Po. E jam e ahon lojtar në botror? Po. Okej. Pyetje pa nevojshme vetëm për divizion botror ta. Po. Përdor, do Tjetër. Ronaldinho? Kalu lojtarin në La Liga? Jo. 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 Pas pyetje në krye, do pas. A kalu La Ligue? Po. A kalu në top 5 ligat bile të Europës? Po. Ronaldo Nazario? A kalu në Serie A? Po. Po. Maradona?
Lejtari i Amerikës Latine? Jo. Dy mundësi fundi keni. A kaluam Premier League? Po. Ki mu përgjigja, nëse? Ajo, okay. Lejtari Koçës të modë në Serie A, kalu? Jo. 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 Atëherë në fundit keni. Tash do të na më provo që tash. Kam një kry kështu s'po di. Pyetjet e fundit i kema? Okej. A kalon Serie A? Po. Po kalu. Kalu në Serie A. Kina e përgjigje? Jo. Itali, po, në të koqe, jo, veç, po tham. Pyetja kam drejt edhe jo, po? E keni mundësi me Po të të- emrin. Okej. Veçantë. Totti, Francesco Totti. Jo. Qëtë një fotot ka jeni bas? Ka kur ti bi pishmanit. O, zot, o, zot. Aj, zot. Dueli dytë e shpall fitus e Ronin kundër adhurimit, Gar Goxha e nxehtë, e ftoftë që më thon po teletar tu qetën pak. Shkuaj me tjerat. Jena me duelin e tretë mes Ben Shkrelit dhe Erlis Sulejmanit. Ben, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se të gjej. Se na pa që disa muja, je farë njohës i futbollit dhe për tjetër për Manchesterin. Më nejsi po. Ai gati për quizin? Absolut po. Besoj rregullat i din. Është me 3 raunde. Raundi i parë ka 3 pyetje me alternativa, Po. 3 pikë secila pyetje e përgjigje saktë. Raundi i dytë 3 pyetje pa alternativa, pak më vështirë, 4 pikë, dhe raundi i tretë është i bashkë me kundërshtarin ton, keni pas kanë litorën ball, i keni ka 10 pyetje me aq luk kanë kiti edhe kanë ka. Ai e gjon për ty ti për to. E qartë. E bëjmë në çfarë më vonë. Okej. Shkojmë për fillim. Hajde pyetja e parë është: cila ishte ndeshje hapse e botroi 2006 në Gjermani? A. Gjermani Costa Rica, B. Gjermani Ekuador, C. Gjermani Poloni, D. Gjermani Kili. Ki 20 sekonda, edhe thu përgjigja e fundit është. Shkojmë tash. E para Gjermani Costa Rica. Përgjigja e fundit. Po. E saktë. Ka qenë 4-2 nëse më me. Po. Pyetja e dytë Beni, sa gola i shënoi Ronaldo Nazario në botrojin 2002? A. 8, B. 6, C. 5, D. 7, koha fillon tash. Besoni janë opsionet, po. 8, 6, 5, 7. 6. Gabim, 8. 8. Shkuajmë me pyetjen e tretë me alternativa. Kush e eliminoi Portugalin në botrojin 2018? A. Franca, B. Uruguay, C. Gjermania, D. Brazili, koha fillon tash. Dhe një pyetje. Portugalin kush ka eliminuar në botrojin 2018? 2018. Franca, Uruguay, Gjermania, Brazili. Franca, Cristianos. Uruguay. Uruguay, përgjigja e fundit është më thon? Po. Uruguay është po, 2 me 1. 3 pikë, 6 pikë në raundin e parë. Shkojmë me raundin e dytë me pa alternativa në fakt këtë rast. Okej. Je gati Ben? Po. Kur ishte hera e fundit që Italia mori pjesë në botror? Shkojmë me 20 sekonda. Çu Hera e shkon? fundit që ka marrë pjesë në botror Italia. Cilin botror ka Se marrë botror pjesë? ka marrë pjesë për herë të fundit. Do të thonë 2000. 10 sekonda ko. Do të thonë para jo këta dy botrorët e fundit, do të thonë pi bjen para këtij 2000 20 sekonda? 2026, 2022, 2018. Jo. 2016. 2014. 2014, thash para tribit, po. Nice. Shkojmë me pyetjen e dytë. Shkojmë kohën gati. Kush e shënoi golin e nderit për Brazilin në humbjen 7-1 kundër Gjermanisë? 20 sekonda. Ndeshja e famshme, demolimi. Oscar është, Oscar, nëse bravo. nëse lexoj. Oscar. Edhe ki pyetjen e fundit. Pyetja e tretë, po alternativa për Benin është: Wayne Rooney ka shënuar veç një gol në botror. Kundër kuj? 20 sekonda shkojnë tash. Një gol Një kundër. gol ka shënuar në botror. Kundër kuj? Ki 10 sekonda ko. 5, 4, 3, Kundër Gjermanisë. jo.
kundër Uruguayt në 2014. Beni, raundi tjetër është kimu ballafaqu me kundërshtarin me foto. Ta shkojmë më pak. Erlis, a e gati për quizin? Gati. A e farë marakli i futbollit apo që botrorit? Besoj që ma shumë i futbollit. Ma shumë i futbollit, a? Je i njohur me formatin e quizit? Po. Raundi i parë 3 pyetje, 3 pikë, raundi i dytë 3 pyetje, 4 pikë, sepse s'ka alternativa, edhe raundi i tretë me foto meritor. Shumë e kjo. Ku me pyetjen e parë, keni 20 sekonda. Cila ishte ndeshja hapse e botrorit 2014 në Brazil? A. Brazil-Uruguay, B. Brazil-Kamerun, C. Brazil-Kroaci, D. Brazil-Kolumbi, koha fillon tash. Brazili me Kamerunin. Gabim me Kroaci. Bile treni o kon goli i parë kon autogol për ta që janë me. Marcelo. Po, bravo, Marcelo, që jam me. Pyetja e dytë, sa gole e shënoi David Villa në botrorin e 2010? A. 6, B. 5, C. 7, D. 4, koha fillon tash. Në 2010-ën, 2010. 6, Gabim, 5. njëjtë me Schneider o Forlan. Po, njëjtë Po, po, edhe me Müller, për shtatë numri. e lehtë, po, gaboj. Numri mi. Pyetja e tretë, gati? Po. Kush e eliminoi Anglinë në botrorin 2018? A. Franca, B. Argentina, C. Kroacia, D. Islanda, koha fillon tash. Kroacia. Bravo. Saktë. Raundi i dytë, pa alternativa. Gati, Erlis? Po. Ha, dhe shkojmë. Në cilin botror mungoi Holanda në shekullin 21? Ka mungu në botrorin e 2018-ës. Bravo, saktë. Pyetja e dytë. Kush e shënoi golin e nderit për Spanjën në humbjen 5-1 kundër Holandës? Koha fillon tash. Xabi Alonso përmes penaltisë. Bravo, fix, po. Edhe pyetja e tretë. Cristiano Ronaldo shënoi 1 gol në botrorin e 2010. Kundër kuj? Ki edhe 8 sekonda. Kolumbis. Jo, kundër North Koreas. Elis, shkoni për duelin e fundit me foto. Shohim çfarë ndodhet. Gati. A është kampion bote? Po. Çfarë? Tash ti. A është lojtar aktiv? Jo. Të më thonë, a e ka fitu kupën e botës? Po. Okay. A është kampion bote? Jo. A është ky lojtar, du më thonë, çfarë nacionaliteti është? Ja, do të vish po ju. A është nga? A është spanjoll? Jo. A ka fitu topin e orët lojtari jam? Jo. Çfarë është anglez? Jo. A është kombëtarja vet kampion bote? Jo. A është brazilian? Po. Kas mundësi ka kuj beni. Vazhdo Elis? Vesh një moment. A është sulmus? Jo. E ka fitu topin e ortë? Po. 6. Vazhdo Elis? A është portier? Jo. A është, du më thonë topin e ortë, Ronaldo Nazario? Jo. A ka luajt lojtari jam në La Liga? La Liga? Po. 8. Beni pyetja e dytë. Gaucho Ronaldinho? Po. E sakt. Bravo. Po, vazhdojmë. Okej. A ka luajt për I pyetjen e 8, i kjetë 3 pyetje. Po. Beni ka gjetë. Po. Vazhdojmë. A ka luajt për Barçën ose Realin? Për një. Ka luajt për një. 2 pyetje kanë me Elis. A lun tash në botror? Jo, nuk luan. Okej. është po thom. A është mbrojtës? Vish pak. Ftuaj një emër, s'ke mundësi. Okej, a është Dani Alves? Jo. Jo. Okej. Mund është me këshyr? Teka kamera? Teka kamera? Schneider.
Dueli i tretë mes Benit dhe Erlisit mbyllet në fitoren e Benit. Erlisi kene përsi 11-10, po dueli i fotove është palli Beni fitus me Ronaldinho Gauchon. Shkojmë me gara tjera. Dueli i katërt, Leoniti. Leonita e gati për quiz. Shpresojmë që Kena po në podcast që për Milan ki dit, a dino për botrora, botrori Shojmë, tjetër a? sam, po botrori mohat mend më shumë. krejt që dash me di për botrorë, se botrorë është diçka që shohim një 4 vjeç. Kështu që Leonit, rregullat janë thjeshta, i ki 3 raunde. 3 pyetje me alternativa, 20 sekonda kohë. 3 pyetje pa alternativa, 20 sekonda kohë. Edhe pyetja me foto, domethënë. Raundi i parë ka 3 pikë, për përgjigje saktë, i dyti 4 pikë sepse s'ka alternativa, edhe raundi i tretë ka 8 pikë. Kur ti je gati, thuaj jam gati. Fillojmë. Hajde, shkojmë. Kush e shënoi golin e parë në botrorin 2006? A. Miroslav Klose, B. Filip Lam, C. Lukas Podolski, D. Mihail Ballack. Koha fillon tash. Klose i ka shënu 2 golla që atë loj, po porën Lami, Përgjigja fundit. Lam. Lam, e saktë. Klose 2 golla, po e vërtet, po Lami ka bu pesë largë në fillim. Okay. Pyetja e dytë. Sa kupa bote ka fituar Uruguay? A. 1, B. 2, C. 0, D. 3. Koha 2. fillon tash. 2. 2. Okej, 2 e saktë. Të porën edhe mas pushimit. Mas pushimit luftës. E vërtet. Okej. Pyetja e tretë e raundit të parë. Kur mori pjesë Kroacia për herë të parë në botror? A. 2006, B. 2002, C. 1998, D. 2010. Koha fillon tash. 2010 s'ka marrë pjesë. Po bani 98-ën. Përgjigja? 98, po me 98, bani. e sakt, 98. Bravo, okay. Shkojmë raundin e dytë. Kush ishte në vend tretë në botrorin 2014? S'ka alternativa. Një sekundë. Holanda, Bravo, Holanda apo. Ama më këne kam poshtë? Brazilin 3-0. Bravo. Fix. Kam mua thonë se Brazili ka futbollor. 7-1 me Gjermanitën, një kon kja 2 herë. Pyetja e dytë. Kundër kujt e shënoi hat-trickun e vetëm Cristiano Ronaldo në botror? Spanja. Okej. Edhe pyetja e tretë. Leo Messi shënoi 1 gol në botrorin 2018. Kundër kujt? Penalti ka hup kundër Islandës, a? 10 sekonda. Nigeris. Bravo, Nigeris. Leonid, a je gati për raundin me foto? Shpresojmë që po ta shohim. Hajde shkojmë. Jena me duelin e katërt mes Leonid Haradinaj dhe Ajet Begu. Ajet, a je në formë, a je farmarakli i futbollit? Po, A sigurisht. je gati për quizin? Gati. A ki një orë i hiq? Ta provojmë, A ti testojmë? testojmë. Hajde shkojmë. Formatin e quizit bedim paka shumë, 3 raunde me ka 3 pyetje, pastaj edhe gara me foto. Pyetja e parë për ty Ajet është: kush e shënoi golin e parë në botrorin 2010? A. Rafa Marquez, 2. Chicharito, C. Chabalala, D. Pienaar. 20 sekonda kohë nga tash. Përgjigjimi definitiv është Chabalala. C. E saktë. Nëse. Bukur. Pyetja e dytë. Sa kupa bote ka fituar Argentina? A. 3, B. 2, C. 1, D. 4. Përgjigjimi përfundimtare është 3 Kupa Bote. Bravo, saktë. Pyetja e tretë. Kur mori pjesë Bosnia dhe Hercegovina për herë të parë në botror? A. 2010, B. 2022, C. 2014, D. 1998. Përgjigjimi përfundimtare është 9C 2014. Saktë, bravo. 3 pyetje të sakta, rekord si askush tjetër. Shkojmë në raundin e dytë të pyetjeve. Ajet. Pyetja e parë është: kush ishte në vendin e tretë në botrorin 2010? Koha fillon tash. Në Ki kohë, 15 sekonda. 10 sekonda. përgjigjimi përfundimtare është Gjermania. E Kam saktë, Uruguay e saktë, në e ka saktë. Bravo, bravo, bravo. 4 pikë. Pyetja e dytë. Kundër kujt e shënoi hat-trickun e vetëm Xherdan Shaqiri? Koha fillon tash. kundër Honduras
në vitin Sakt. Bravo. 2014. Pyetja e tretë, Cristiano Ronaldo shënoi një gol në botrorin 2014. Kundër kuj? Kundër Ganës Të në lumt. fazën e grupe. Rekord. Ai gati për Gati. sfidën me foto? Gati. Hajde shkoj. Tjetër. Okej, lojtari që e kam është kampion bote. Nuk është kampion bote. A ka luajt në Spanjë? Lojtari që e kam? Jo. Jo. Lojtari për shtetin që ka luajt, shteti është kampion bote. Shteti është kampion bote. A ka luajt në Angli? Po. Shteti që është kampion, është më shumë se 3 herë, ama pak, është më shumë se 3 herë kampion bote. Jo, nuk është më shumë se 3 herë kampion bote. A ka shënu gol në botror në shekullin 21, lojtari që e kam foto? Jo. Po. Po. Në rregull. Ta dalë erë. Të më thonë, mundet më konë Francë, Ju falni me zeti. mundet më konë që ka Franca ka fitu, Uruguay ka fitu, kush tjetër, Spanja, Spanja, Anglia. lojtari s'ke kampion bote, ha? Lojtari nuk është kampion bote. Mirë. Ama Po shteti ke vetë veç që e ka fitu. konfirmova kështu. Shteti vetë e ka fitu. Shteti vetë e ka fitu. Jeni të pyetja e katërt. A ka fitu në 2006. Jo. Okej. Shteti vetë nuk u bë kampion 2006. Lojtari që luan në Angli, mos ka luajtur për njëri prej 3 klubeve, Manchester, Liverpool ose Chelsea. Në karrierën e vet. Po. Ka luajtur për njëri prej Karrierën, 3 po. klubeve. Domethënë, kështu. Tjetër. A moj Jo, Leonidi, ja. Folën. Lojtari që e kam, ka luajt në Spanja. Po ka luajtur në Spanjë. Mirë. Në La Liga ka luajtur. Ai jeti është. Tash jam mes dy opsione i kam. Të menon Chelsea, kush kam mojtë në vend kush po. Unë ka shënuar 2006 në lojtarë që në 2010. Apsa nuk u kanë qenë 2014. Jo. Po jam mes dy opsioneve. Okej, po bëjmë një pyetje. Mos ka qenë kapiteni ndonjërit klub në Angli, lojtarë që e kam unë? Po. Ka spiti në fundu se cili. Ka vetëm pas. A ka shënu gol lojtari? Po, në botror ka qenë gol. Atëherë, unë jam mes dy opsioneve, mirë po, përderisa ka qenë edhe kapiten dhe ka qenë gol, unë kesh mes Wayne Rooney, për shkak se edhe Wayne Rooney ka qenë gol, ka luajtur Manchester, edhe Steven Gerrardit, ka luajtur Liverpool edhe ka qenë gol, mirë po, që ajo e kapiten unë ma definoj që mund të më konë Steven Gerrard. Mos është Steven Gerrard? Steven Gerrard. Vazhdojmë tash. Ti e gjetë ajet. Tash Leonidi ka 4 mundësi me gjetë ti tonë. Tash ti më pyet veç ti. Jetë të pyetja e 7, ki edhe 4 domethënë, 7 jetë mundaj. Po kampion bote, ka luajtur në Spanja, Shteti. po shteti, edhe ka shënu gol.
Po, ka shënu gol. Mirë. Shteti vetë domethënë nër 3 herë një botërore, po nuk I ka 3 plus. Po, ata o pedi. A ka fitu kampion bote 2010 për mi. Shteti vetë. Po. Jo. Okej. Spani ka Luis. Ka shënu gol në botëror. Ka shënu gol Po. botëror. Nëse s'ka bëj Ka 98 ka shënu gol. A ka lujt në ekip që ka fitu Champions League? Po. Okej. Më thoni bjen më kon e ishtë Barcelonës ose Real Madridit? Ka të animon është. Hidë o dy mundësi. 98 ka shënu gol, kampion botës u bum. Shteti u bot, kalzaj. Shteti u bum. Ka lujta në Angli, në s'kon. Këtë ka lujtë li. A jeti për play. Edhe. Unë me folka pak me zeli, kështu. Si ma, pas. Tu kom prej futbollista më premtues angles. Për çfarë transfer në Spanjë. Keni mua gol, Barcelona e Madrid. Njënë në punë. Hajde tonë të njërit. A ka lujt Manchester United? Ka lujt Manchester United. Michael Owen? Michael. Kishë po thot David Beckham. Ku, çfarë gara. Qysh e pat dueli I parë që shkoi në vazhdime në extra time në photo finish, garë mjaft interesante me Michael Owen dhe Steven Gerrard, ku Leonidi dhe Ajeti u treguan shumë dinamik, kuptohet, patë edhe fair play aty. Shkuaj me photo finish. Photo finish I përmban 3 pyetje për secilin kandidat, domethënë njëjtë me 3 pikë për përgjigje të saktë. Nëse rastësisht edhe në këto 3 pyetje secili kandidat ka pikë të njëjta, shkojmë me raundin e dytë me ka 4 pikë, ku kuptohet kush ka më shumë pikë. A e gati Leonid? Gati. Goxha gara interesante ka. Emocione? Hajde shkojmë. Pyetja e parë e photo finishit është: kush e shënoi golin më të shpejt në botrorin 2002? A. Ronaldo, B. Hakan Şükür, C. Rivaldo, D. Michael Ballack. Şükür. Şükür, e saktë. Pyetja e dytë. Kush startoi në sulm për Spanjën në finalen e botrorit 2010? A. David Villa, B. Fernando Torres, C. Fernando Llorente, D. Juan Mata. David Villa. Saktë. Pyetja e tretë. Në sa kampionate botror të ndryshëm ka shënuar gol Xherdan Shaqiri? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. 4. Përgjigja? 4. 4. Ka vjen. 3. 3. 2014, 18, 22. Sa pjesë mas. Ska lidhe, 6 pikë. Ajet, gëzhe e farë dueli, a? A e gati për photo Gati. finish? Dhe ta shikoni sakt komplet. Shkojmë? Shkoj. Hajde. Sa kupa bote ka fituar Anglia? A. 0, B. 1, C. 2, D. 3. Bëni. Një, saktë. Kush startoi në sulm për Argentinën në finalen e 2014? A. Tevez, B. Di Maria, C. Higuain, D. Palacio. Përgja finale është Higuain. E saktë. Pyetja e fundit.
Në sa kampionate botërore të ndryshëm ka shënuar Granit Xhaka? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Duke llogarit edhe gollën që shënoi tash, këtë botror atëherë 3. Ësakt. Ajet, je fitues. Shumë urime, goxha gara e ngushtë të kon. Gara ka qenë më të ngushtë, nuk besoj që ka pas. Qa më në që ndodhë në finale? Shohim. Shkojmë. Faza çerkfinale e DEA World Cup Challenge mbyllet këtu me 4 gjysmëfinalistë që janë Endriti, Eroni, Beni dhe Ajeti. Për sqarim, një duel nuk është zhvilluar sepse dy kandidat nuk kanë ardhur, që nga 10 që kanë qenë në plan, kanë qenë 8 dhe tash mbesin 4. Shihem në gjysmëfinale.